Quhemi Evi Kasimadi, jam mjek internist, punoj në Boston, në Shtetet e Bashkuara, në spital dhe në klinikën time private, që kam bashkë me partnerin tim, Dr. Akil Laho. Tek organizata AFC America or Albanian Fighting Cancer America, jam pjesë e bordit dhe zëvendës presidenti i organizatës, ku shërbej së bashku me kolegët e mi, Dr. Agim Aliaj, Dr. Albana Mjali, Dr. Ema Lesha dhe gjithashtu Roberta Panariti, Noela Kokomani dhe Enkela Panche, së bashku me Irvin Cepin. Organizata është krijuar në vitin 2019, në shtator të vitit 2019 dhe tani ne po festojmë 6 vjetorin e krijimit të kësaj organizate, që në krijimin e saj kemi pasur mundësi të ndihmojmë në disa drejtime. Drejtimi i parë që kushtojmë shumë rëndësi është edukimi i popullsisë, sidomos popullsisë shqiptare, për mundësinë e preventimit të kancerit. Më pas vjen, pasi është bërë diagnostikimi, biseda me mjekët, planifikimi i terapisë dhe ndjekja, si të thuash, edhe nga ana profesionale dhe nga ana shoqërore, sepse shumë pacientë të cilët diagnostikohen me kancer mbyllen, si thua, në guaskën e tyre, sepse është shumë e vështirë të komunikosh dhe të përballosh të situatë. Pjesa e dytë e ndihmës që organizata jep është duke ndihmuar nga ana financiare persona të caktuar të cilët janë sëmurë me sëmundjen e kancerit, që nga donatime monetare, lidhje me institucione të ndryshme për të zgjidhur problemet e tyre dhe gjithashtu edhe në biseda sidomos me mjekët e bordit, të cilët ndihmojnë pacientët duke ju treguar kush do të jetë rruga që ata do të ndjekin pas diagnostikimit, që nuk është diçka e lehtë për të përballuar. Pjesa e tretë e ndihmës është ndihma që organizata ka bërë me spitalet dhe me mjekët të veçantë në Shqipëri dhe në Kosovë, duke ndihmuar organizata të ndryshme spitale specifik. Nga spitalet kryesisht më specifik kanë qenë Spitali i Korçës, Spitali i Përmedis, Spitali i Gjirokastrës, i Shkodrës, i Durrësit dhe disa ndihma me organizata të ndryshme në Kosovë. Këto ndihma vinë si nga ana profesionale, ashtu dhe nga ana e dërgimit të pajisjeve të ndryshme tek institucionet e ndryshme. Si vjet me ndihmën e Kozlovski Foundation, patëm edhe kënaqësinë e madhe që këtu të vinë një nga kirurgët që ushtron profesionin në qytetin e Korçës, Ervisa Gastra, që bëri 1 muaj specializim për kurimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit. Shpresojmë që kjo të jetë fillimi i një, si thuash, rrugë qoftë shumë e gjatë, ku çdo gjë nuk është komplet e koncentruar vetëm në Tiranë, por vizet edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, duke filluar me qytetin e Korçës dhe më pas shohim çfarë ndodh edhe më vonë. Pjesa e katërt që organizata jonë ndihmon dhe që bëhet duke u përfshirë edhe në pjesët e ndryshme të organizimit të bordit, është lidhja me institucionet të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë institucione kancerit, të cilat janë në pozicione drejtimi në botë, si thuash, nga të cilat më spikacia është Dana-Farber, që është në Boston, ku ne kemi lidhje të ndryshme dhe referojmë shumë pacient drejt këtij institucioni për pacientët të jenë të lidhur dhe të marrin, si të thuash, teknologjinë e fundit dhe idetë e fundit në kurimin dhe trajtimin e kancerit. Në fund të kësaj bisede do të dëshiroja që të ofroja 2 dëshirat e mia dhe këshillat e mia. Numri 1 është shkon drejt gjithë njerëzve dhe kur mos qofshin pacientë të kancerit, por ju lutem, bani hapat e para të preventivit të kancerit. Betejë fitohet pa filluar se sa kur shkon në betejë. Kështu që të gjitha detajet preventive të caktuara nga organizata të ndryshme, si në Shtetet e Bashkuara, si në Evropë, si në Shqipëri, ju lutem mund t'i ndiqni, mund t'i vazhdoni që edhe kanceri të kapet në një qoftëse, kapet në një fazë shumë të errët që është akoma më i kurueshëm. Pjesën e dytë dhe dëshirën e madhe kam të gjithë donatorët të cilët na kanë mbështetur vazhdimisht gjatë periudhës tonë. Pa ta ne kur nuk mund të kemi pasur mundësi që të zhvillojmë këto
rrugë që ne kemi filluar. Ndihma e donatorëve është gjithmonë e pamas për ne, si nga ana monetare, si nga ana shpirtërore, si nga ana intelektuale. Kështu që ju lutem, mos i ndërprisni ndihmat. Këto ndihma janë gjithmonë për komunitetin tonë dhe sa më e fortë të lidhet të bëhet kjo lidhje, aq më të mira janë rrugëdaljet për pacientët tanë, për komunitetin tonë dhe për të gjithë në përgjithësi.